Tani e mbi 60 vite, Roba Qepsi nga Prizreni, Rifat Kovaci është ai që çdo mëngjes e hap lokalin e tij të Roba Qepsis dhe me përkushtim e bën këtë zije të dashur për të cilën e ka trashëguar nga vëllau. Duke veçuar, sepse me punë me gjelpër është pak e vështirë, por pasioni im është ai që e kam dashur këtë zanat, ka pohuar për televizionin Besa. Këtë zije kam trashëguar për vëllaut. Djali vetë punon edhe une që kam met prej familjes tonë. Sa është e vështirë kjo zije të ushtrohet? Po, kur mësohesh nuk është e vështirë, vetëm se derisa mësohesh ka vështërsitë e mëdha. Se me gjylpan me punu, bajagi rënd është derisa mësohesh. Përpara kemi prerë dhe që për kostume tash më bëjmë vetëm përmisimin për arsye se konfeksioni është më i lirë. Me këtë zije mund të jetohet dhe duhet pasur një përkushtim për të qenë edhe me klientët i kënaqur. Përpara kemi pas pre para 10 vjetë tesha kompleta, sende, që tash i vetëm përmirësimet po bëjmë. I kemi lanë ato premet teshave, sende, vetëm përmirësimet. Shtofnat mira nuk ka, edhe konfekcioni është shumë ma lirë se sa me kep një partesha. E këto zë mund është mirë me u bo idare. Mirë, pëse për para pleç kanë thonë zanat kënat. Me zanat mund është gjithmonë vetëm duhesh me najtë në kryet punës. S'mund është me pushu aq me shëtit sende. Kur jenë punë, duhesh me kry punën e myshterisë. Duhet myshterin me e knaq. Gjatë bisedës tonë, ai ka përmendur njërin prej mjeteve më të rëndësishme dhe më të vjetra që punon jastëkun për hekurosje dhe na shërbejnë shumë për punën tonë dhe për këto nuk mund t'i kryem punët. Që kjo jastëki është për me hekuros. Kjo jastëki është gati 100 vjeçar. Pse kemi vo këto prej prearjeve kemi kamet kjo. Prearjeve tjetër kujt, tjetër mjeshtit, na e kemi marrë edhe tëri që tash na me këto kemi kry punë. Ende krym punë. E bën hekurosin e mirë ky? Pa këto s'mu me punu. Gjon gjanat hekuri i vjetër, për shembull 60 vjeçar është. Hekuri, që ky tengjere këtu është 60-70 vjetë. Prej kohës ma vjetër kanë me që për ujë këto ujitim kur e kurosim. Në pyetjen tonë se apo e trashëgon këtë zije tuaj, nga familja ajo përgjigj se nuk ka interesim askush, por ka apeluar se me këtë zanat mund të jetohet mirë. Ndryshe Prizreni ndërsheku njihet si qyteti që ruan zije të ndryshme, siç është e filigranit, e plisit dhe zijeve të tjera të lashta.